Reagjimi i Jozit pas lajmit të dhimbshëm për ndarjen nga jeta të Eldion Kelmendit, vëllait të gjestit, ishte i mbushur me emocione dhe dhimbje të sinqertë. Ai ndau me ndjekësit e saj një mesazh prekës, ku u shpreh se humbja e një jete të re prek zemrat e të gjithëve, dhe se dhimbja e familjes Kelmendi është një plag që nuk shërohet lehtë. Në postimin e tij, Jozi shkroi: "Lajmi i trisht për humbjen e një jete kaq të re na i prek zemrat të gjithëve. Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t'ju jap forcë për ta përballuar dhimbjen. Qoftë lule e xhenetit." Ky mesazh është pritur me shumë reagime nga publiku, pasi fjalët e tij ishin një kombinim i dhimbjes personale dhe një lutje të pastër për forcë e durim ndaj familjes që po kalon ditët më të vështira. Duke përdorur shprehjen "qoftë lule e xhenetit", Jozi e vendosi kujtimin e të ndjerit në një dimension shpirtëror, si një shpresë që ai të gjejë paqe dhe dritë në botën tjetër. Fjalët e tij pasqyrojnë edhe një ndjeshmëri të madhe për dhimbjen e prindërve dhe vëllezërve, të cilët sot përballen me një boshllëk të pazëvendësueshëm. Ky gjest, pavarësisht thjeshtësisë së tij, tregon se në momente zije, çdo fjalë mbështetjeje ka vlerën e vet, sidomos kur vjen nga zemra. Mesazhi i Jozit u shpërnda gjerësisht në rrjete sociale dhe u komentua nga shumë ndjekës, të cilët e vlerësuan për fjalët e sinqerta dhe respektin e treguar ndaj familjes Kelmendi. Ky reagim është një shembull i humanizmit dhe solidaritetit që njerëzit duhet të shfaqin në kohë të vështira, duke u bërë mbështetje shpirtërore për ata që përballen me dhimbje të pamatë.